Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një hadith kur Allahu subhanahu wa taala ka krijuar xhennetin dhe xhehenemin. I ka thënë Gjibrailit alayhis salam, shko dhe shikoje xhennetin. Si duket. Kthehet Gjibraili alayhis salam pasi që e sheh se çka ka përgatit Allahu subhanahu wa taala për banorët e xhennetit në xhennet. Jetë të pafundshëm. Në këtë dunjë çka shohim prej të mirave, origjinali këtyre gjërave janë në xhennet. Origjinali 100% mirësive të dunjas janë në xhennet. Prej pamjeve të mira, prej ushqimeve, prej veshjeve dhe prej pijeve. I shef Gjibraili alayhis salam dhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe betohet. Pasha madhërinë tënde, askush nuk do të dëgjoj për të vetë se do të hyjë ata. Pra kush ka më dëgju për xhenetin, ka më lexu për xhenetin. E pa mundshme është që mos më kërku me hin xhenet. Allahu subhanahu wa taala ja ka tregu Gjibrailit alayhis salam që ka sende në xhenet që njeriu as veshi ja kanë dëgju, as mendja ja ka paramendu, që mund të më paramendu. As syri që nuk ja ka parë. Andaj Allahu subhanahu wa taala i thot, ma thënë, tash, vin faza tjetër, urdhron që xheneti të rrethokohet me çka? Me vështirësia. Thot Gjibrailit alayhis salam, shko shih tash si është xheneti. Kur shkon Gjibraili alayhis salam dhe sheh se xheneti është rrethokuar me vështirësi dhe sprova, kthehet tek Allahu subhanahu wa taala dhe thot, pasha madhërinë tënde kam frikë se askush nuk do të hyjë në ta. Pra Gjibraili alayhis salam është frikësuar, edhe hadithi është i vërtet.